Korridori 8, me piknisje në kompleksin portual Durrës Porto Romano dhe dalje në detin e Zi, është përfshirë zyrtarisht në planet dhe infrastrukturën kritike ushtarake të NATO-s, duke u njohur si korridor sigurie për mbrojtjen kolektive të aleancës. Vendimi u bë i ditur nga Ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu, në përfundim të ministerialit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare, të mbajtur në Bruksel. Ky zhvillim e pozicionon Shqipërinë në një nyje strategjike të arkitekturës së sigurisë euroatlantike dhe e vendos vendin në qendër të planeve rajonale dhe infrastrukturave ku NATO do të përqendrohet në vitet në vijim. Ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu, deklaroi se përfshirja e korridorit 8 është rezultat i një pune disa vjeçare të disiplinuar, të qartë, të qëndrueshme. Në fokus të ministerialit ishte edhe ardhmja e operacioneve ku Shqipëria kontribon, veçanërisht misioni i KFOR-it në Kosovë. Pas një pune disa vjeçare, të disiplinuar, të qartë, të qëndrueshme, sot në Bruksel, në ministerialin e ministrave të mbrojtjes, korridori 8 me piknisje në kompleksin portual Durrës Porto Romano dhe me dalje në detin e Zi u përfshi zyrtarisht në planet dhe në infrastrukturën kritike ushtarake të aleancës. Kjo është një arritje konkrete që pozicionon Shqipërinë në zemrën e të gjitha planeve rajonale dhe në zemrën e të gjitha infrastrukturave ku aleanca do përqendrohet në vitet në vijim. Nga ana tjetër, ministeriali ishte një mundësi për të diskutuar me të gjithë aleatët të ardhmen e operacioneve ku Shqipëria bën pjesë dhe veçanërisht operacioni i KFOR-it në Kosovë. Po vlerësohen rritja e kapaciteteve, Shqipëria do rrisë kapacitetet e saj dhe përfshirjen e saj në këtë mision, përfshirë dhe për herë të parë me forcën e saj ajrore, ndërkohë që në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Komandën Amerikane në Europë bëhen të gjitha rivlerësimet e nevojshme për të ardhmen e këtij misioni, çka përbën edhe një okazion shumë të mirë për qeverinë e re të sapo zgjedhur në Kosovë që të rrisi bashkëpunimin cilësor dhe gjithnjë e më të ngushtë me aleancën. Pika e tretë e bisedimeve kishte të bënte me mënyrën se si të gjitha vendet aleate jo vetëm po rrisin investimet në mbrojtje, por po ristrukturojnë mënyrën se si industria ushtarake fillon dhe të gjenerojë më shumë kapacitete. Shqipëria e ka nisur me vendosmëri këtë rrugë dhe po çdo ditë po krijojmë kapacitete të reja për sa i përket industrisë tonë, me disa kontrata të lidhura dhe disa kontrata në negocime sipër. Të gjithë këto element u mirëpritën nga mbar aleatët, ndërkohë që së bashku me kolegët tanë turq dhe me sekretariatin këtu në Bruksel, skuadrat tona kanë filluar të përgatisin samitin e Tiranës në vitin 2027. Një tjetër pikë e diskutimeve ishte rritja e investimeve në mbrojtje dhe ristrukturimi i industrisë ushtarake në vendet aleate. Ndërkohë, ka nisur edhe përgatitjet për samitin e NATO-s, që do të mbahet në Tiranë në vitin 2027, në bashkëpunim me palën turke dhe sekretariatin e aleancës në Bruksel.